Po jeni interesim me këtë pyetje? Domethënë, doni revolucionin të vemi 37% në ditën më të mirë rënie ekonomike që pastaj të kemi Shqipëria ka nevojë. Shqipëria ka nevojë për thash paqësore jo paqësore. Shqipëria ka nevojë për evolucion të shpejt, po. Për revolucion të mirë, po. Për revolucion të përshpejtuar, po. Revolucionet, qofshin franceze me 3.000 kokat prera në vend, qofshin kinezet me 2 milion veta të vdekur, qofshin revolucionet të cilat ne kemi parë në histori, nuk janë zgjidhje, sepse revolucioni kërkon që ti të hedhësh një sistem për të ngritur një sistem tjetër. Nëse termin sistem, ne nënkuptojmë personat që janë sot në pushtet, me personat që janë në media, me personat që janë në biznes, kjo nuk kupton që ti do zëvendësosh këta persona me ca emra të tjerë, nuk do ndryshosh sistemin. Sepse në një demokraci liberale siç ne jemi, unë besoj se ne duam që të jemi në demokraci liberale dhe të përshpejtojë dhe të evoluojë që të bëjë një demokraci liberale me pas. Ambasada amerikane. Ma lexo pak të lutem, që t'ja fjalën zonë Hoxha, vetëm ma përmbledh. Ka shumë kuptim ta dëgjosh nga lëvizja bashkë këtë, se si një lëvizje marksiste do revolucionin, pavarësisht se e kanë sqaruar ata që janë marksistë. Pavarësisht se përfaqësohen nga oligarkët, nga vakti që kanë nga vakti kanë një përqindje. Po kam qenë protesta tjera, kam qenë protesta studentore. Patjetër është një tezë e filtruar. Jo, absolutisht jam kundër. Po di se aty do ta kuptojnë. Është si zoti Muçi, ka një oligark i rënë nga vakti që do të bëhet prapë oligark, që është miliarder, që do të ketë Marksin, është kjo çamurllëku politik i cili vetëm politik nuk përbën. Ma përmbledh të lutem Bido? Apo e përmblodhe. Ma lexo pak Anëri reagimin e ambasadës amerikane se nuk e kam asun realisht. Para 5 orë thotë është histori, kuadri i shqyrtimit të IHD-s, investimet e huaja direkte. Investimet e huaja ishte një aktivitet ku mori pjesë edhe Van Horni. Ky është qëndrim se nuk e kanë hedhur kota, se ju bënin sikur këta nuk kanë mesazhe. Që ata janë pro investimeve thuat, kështu e lexon. Të Shqipërisë nuk është thjesht një ushtrim burokratik, është një deklarat strategjike. Tregon se Shqipëria është e hapur për biznes, por në një mënyrë që mbron interesat kombëtare të Shqipërisë dhe plotëson standardet ndërkombëtare dhe vazhdon. Tani kjo më qartë se kaq ky është qëndrim, nuk është reagim. Si kemi reagim. parë në fakt të thonë në kujdes shtetas amerikanë, siç bëjnë për protestat e opozitës. Po është protestë e qetë, s'ka pse. Hoxha. Ne ende nuk e njohim mirë ç'është kjo protestë. Cilat janë arsyet që i mblodhen këta njerëz dhe cilët janë arsyet që i mbajnë kaq gjatë dhe me kaq energji dhe entuziazëm. Unë jam përpjekur të kuptoj ca gjëra duke dëgjuar dhe folësit dhe duke ndjekur dhe dinamikën dhe duke e përshkruar turmën. Unë po thuaj se çdo natë kam ecur në mes të turmës për të parë njerëz dhe për të ndjerë si thua në lëkurë atë ndjesinë që t'jep kjo protestë. Ka shumë që thonë është si magnet që të thithë brëndheq nga ata që kanë qenë. Modestisht them, kam arritur në një konkluzion që emrusi i përbashkët, ajo që mbledh folësit, tezat, atë, si thua, tezën më frekuente të folësve, me natyrën kaq rinore, më rezulton që kemi të bëjmë me një protestë ndaj një sistemi që ka mohuar meritokracinë, dhe kur flas për meritokraci nuk është vetëm meritokracia e punësimit të shtet, por është mungesa e meritokracisë edhe në punësimin në privat, se i kemi struktura nepotike, është mungesa e meritokracisë edhe në entrepreneurship, në sipërmarrje, sepse kemi sisteme tarafes dhe privilegjesh që deformojnë konkurrencën, kemi dhe mungesë të meritokracisë në konkurencën sociale, kemi parasysh se sa networke ka që ushqehen si ushqyzat dhe shoqëria nuk ndjehet e lirë që të shprehet në format e vetë të organizimit. Pra ne kemi një shoqëri të hiperpolitizuar dhe të hipernepotike. Në këtë strukturë, një masë e madhe e kësaj gjenerate të re nuk i gjem vetveten.